Ne sot jemi në Korçë për të folur për misionin e organizatës tonë Albanians Fighting Cancer. Jemi një organizatë e vogël, e përbërë nga 7 antarë të bordit dhe antarë të tjerë që na suportojnë, na mbështesin. Kemi ardhur në Shqipëri që të ndihmojmë disa spitale, si për shembull shkuam në Lushnjë, në Kukës dhe tani jemi në Korçë për të vazhduar misionin tonë. Ndihma kostiston më shumë tek spitalet dhe tek pacientët me kancer. Duam që pacientët me kancer të trajtohen ashtu siç duhet, ashtu siç trajtohen në Amerikë. Dhe ne kemi shumë dëshirë që këtë ta sjellim këtu me sa mundemi. Dhe me pajisjet mjekësore që ne i dhurojmë në spital, që t'jenë pak më të përparuara se ato që ka spitali. Ne kemi 6 vjet që kemi punuar me spitalin e Korçës, edhe ky është viti 6 që kemi filluar që në pandemi. Këtë vit, në janar, ne nisëm të mobilonim ashtu siç duhet departamentin e onkologjisë në spitalin e Korçës. Kjo na mori një kohë të gjatë, po jemi të lumtur sot të themi që e përfunduam me 10 poltron shumë të mirë, të cilësisë evropiane dhe amerikane, njësoj siç janë kudo, edhe të certifikuar, duhet thënë kjo, me shumë pajisje mjekësore që i duen, sepse onkologjiku nuk e bëjnë vetëm poltronët. Të gjitha pajisjet që duen për këtë departament, ne i kemi siguruar, për shembull pompat, aget, çdo gjë që ka ky departament dhe jemi të gëzuar që shikojmë një ndryshim të madh, që pacientët mos shkojnë nga Korça në Tiranë, pacientë me kancer që të marrin kimoterapinë aty, por të qëndrojnë në Korçë. Për të bërë sa më të lehtë. Po. Ashtu siç është dhe emri i shoqatës tonë, Albanians Fighting Cancer, qëllimi tonë më shumë është që të ndihmojmë këta njerëz që kërkojnë ndihmë, sepse shoqata jon u hap në vitin 2019 me këtë mision, të ndihmojmë pacientët me kancer. Në kohën që motra ime u diagnostikua me kancer, e hapëm këtë shoqat dhe kështu ka vajtur rrugtimi tonë. Pra për ju është një ndjeshmëri që lidhet me familjen? Shumë e thellë personale, e kam shumë të ndjerë. Ne jemi shoqat non-profite, nuk kemi asnjë interes personal ose financiar. Dhe kjo bëhet thjesht nga zemra, edhe 7 vetë që unë i kam në bord, nga këta janë 3 mjek, dhe të gjithë punojnë vullnetarisht për këtë kauzë. Më domendja janë të shumë të donatorët, shtetet shqiptare në Amerikë që ju janë bashkuar në këtë nismë? Po. Shoqata jonë është non-profit organization, jo profite, kështu që të ardhurat vinë vetëm nga njerëzit që dhurojnë, biznesmenët që janë jo vetëm në Amerikë, në Boston, por edhe në Shqipëri, që kanë atë dëshirën e mirë dhe zemrën për të dhuruar, që këtu fillon. Pastaj na janë bashkuar dhe shoqata të ndryshme shqiptare që besojnë në misionin tonë dhe duan të ndihmojnë. Gjithashtu edhe shumë fondacione, jo vetëm shqiptare, por edhe të huaja që duan të ndihmojnë këtë vend të vogël, Shqipërinë, që ka nevojë për ndihmë. Një nga këto filantrope do të thosha, që është drejtoresh e Kozlowski Family Foundation, është ajo që ne na mbështet shumë, Fotini Kokeri, e cila na ka mbështetur për këto 3 vitet e fundit, edhe një fondacion tjetër, Kitsa Crowd Foundation, dhe ajo në Boston, edhe kam kënaqësinë t'i përshëndes dhe t'ju them shumë faleminderit, po ka edhe shumë biznesmen që do duhesha një kohë gjatë që unë t'i numëronja të gjithë që na ndihmojnë dhe jam shumë falenderuese. Ne në çdo mbledhje që bëjmë, çdo muaj marrim nga një vendim, i vëmë vetes një qëllim çfarë do bëjmë për këtë 3 mujor ose për këtë vit. Kështu që kemi vendosur që të vazhdojmë ta vazhdojmë këtë ndihmë, jo vetëm për qytetin e Korçës, por edhe për spitalet e tjera, me sa të kemi mundësi, domethënë me sa ne të kemi buxhet. Varemi thjesht nga buxheti sepse jemi non-profit. Kështu që në fakt do dëshiroja që të gjitha ata njerëz që kanë dëshirë të ndihmojnë, janë të mirë pritur në organizatën tonë, sepse jemi tax deductible për ata që jetojnë në Amerikë, dhe këtu në Shqipëri është diçka, nuk jam shumë e sigurt, kështu që i ftojmë që të na ndihmojmë, që dhe ne të ndihmojmë ata që kanë nevojë. Faleminderit. Ju prej vitesh kontriboni për të ndihmuar spitalet e Shqipërisë. Pse e keni marrë këtë vendim? Pse këto nisma? Unë kam shumë vite që merrem me filantropi, mbi 20 vjet që kam ndihmuar në Amerikë dhe duke parë standardin e mjekësisë të Amerikës, kur babai im u smur me kancer dhe duhet ta sillja në Tiranë të kurohej, ai i kishte dokumentat faktikisht rrinte në Amerikë dhe të merrte mjekimin më të mirë, por ai donte të ishte me dashurinë, do të vdiste me dashurinë e vllajt të motrës vet. Dhe kur erdha këtu pash ndryshimin dhe ai vet
Fotinita mos bëm gabim që erdhëm. Dhe që aty, do më thënë, unë e kuptova sepse kur e ke vetë kancerin në shtëpinë tënde, atëherë e kupton se sa e domosdoshme është shërbimi, që ai pacientit ke dinjitet dhe kur është i smur. Spitalet tona kanë shumë për të dëshiruar dhe duke bërë më të mirën e mundshme, unë fola dhe me bordin tim drejtues të Kozlowski Family Foundation që e drejtoj dhe vendosëm që çdo vit të heqim një buxhet between 500 deri në $700,000 ta sjellim në Shqipëri. Tani u lidha me shumë shoqata, por Albania Fighting Cancer dhe Roberta Panariti si presidente ka bërë një punë shumë të mirë sepse Roberta duke pasur një eksperiencë me kompjuterin dhe duke pasur me programimin, ajo bën transparencën, sepse fondacionet e mëdha amerikane private duhet të kenë transparencë. Dhe na ka ecur shumë puna me Robertën sepse nga transparenca që ajo bën dhe nga dëshira që ka, sepse kemi dhe të njëjtën shpejtësi në punë. Dhe kjo është, domethënë, unë dua që të gjithë pacientët, jo vetëm me kancer, domethënë, por tani ne po shikojmë që kemi vizituar shumë spitale, ishim në Kukës, isha në Lushnjë, isha në Tepele, në Gjirokastër, dhe e shikoj që ka nevojë që aparaturat të jenë më moderne, jo të jetë një aparaturë për shkakun, por çdo departament duhet të ketë aparaturën, duhet të ketë EKG-n, duhet të ketë skeneri, duhet të ketë, domethënë, kemi 30 sa vjet mbas komunizmit, domethënë spitalet duhet të jenë patjetër, sepse kemi ecur shumë me ndërtime, kemi ecur me gjëra të bukura, nuk mund të them, kemi përparuar, por aman mjekësia ka nevojë. Mjekësia ka nevojë për më shumë. Do të vazhdoni të ndihmoni? Po patjetër që ne do vazhdojmë dhe unë sot jam këtu dhe të suportoj Robertën për punën e mirë që ka bërë dhe i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të bashkohemi duke mos parë ti bëj qeveria, ti bëj, neve të bëjmë sa të kemi mundësi me atë tonën, sepse po ndihmojmë vëllezërit tanë, motrat tona, po familjet tona, ne jemi i rritur këtu, ky është vendi jonë, dhe prandaj kjo është, domethënë unë jam sot këtu të suportoj dhe of course do vazhdojmë të ndihmojmë me sa të kemi mundësi. Faleminderit shumë. Asgjë. Kolegët të nderuar dhe pacientë. Fillimisht dua që të prezantoj 3 zonja të nderuara që kemi në këtë takim, që i bëjnë nder Korçës në ardhjën e tyre dhe i takimit. Sonja Iva Mula, artiste e jonë e madhe, Zonja Fatimi Kokeli, aktiviste, përfaqësuese e Kozlowski Family Foundation. Dhe Roberta Panariti, bashkësekretare e presidente e shoqatës Albania Fighting Cancer. Çdo gjë që ajo përjetonte, unë e përjetoja vetë për 9 muaj rresht. Dhe që këtu fillon ajo çka ne kemi bërë më vonë. Prandaj këtë fotografi përpara se ajo të diagnostikohej me kancer, është shumë e dashur për mua. Ne mësuam shumë dhe mësuam se kishte ardhur koha të ndryshonin diçka. Pra duhej bërë diçka për të ndryshuar mentalitetin ton, por dhe atë stigmën e madhe drejt kancerit. Kështu në vitin 2019, siç unë thash se duhet të organizojmë një mbrëmje të madhe me shqiptarët, që unë dhe motra të tregonim çfarë kaluam ne. Si t'i ndihmojmë shqiptarët që diagnostikohen me kancer. Dhe thash të mblidhemi. Një nga mjekët brillant që kemi në Boston është doktor Ivi Kasimati, djali i doktorit të nderuar të Korçës, doktor Kasimati. Dhe i thash Ivi, a mund të na ndihmosh të vini të flisni, kush mund të flas? Po tha, patjetër. Doktorët, unë nisa nëpërmjet kompanisë ku punoja, sepse ishte shumë i shtrenjtë posta. Edhe këtu është një moment kur ata i kanë marrë këto pako, dhe këtu dhe në Kosovë. Erdha në Boston me një telefonat që Roberta më bëri, por në fakt nuk e dija misionin e Robertës. Pa i më tha, unë kam jetuar në shtëpinë tënde. Prindët e tu më kanë dhënë mësim, më kanë ushqyer, më kanë mbajtur këtu, më kanë përgatitur për ëndrrën e saj për të bërë këngëtare, jo e dështuar. Po për të bërë një artiste, dhe ajo në formën e vetë është një artiste e madhe për të bërë këto gjëra që vetëm shpirti artistik për të bërë. Takimi jo në Boston ishte shumë i bukur. Unë u preka Roberta se mama ime kishte ikur pikërisht nga kanceri. Njeriu
me të ashtu, më falë që të preka. Dhe misioni juaj ishte jashtëzakonshëm. Dhe thash si ka mundësi që unë nuk e ndihmova dot mamën, si kisha mundësi të jetoja në Paris, e solla në Paris, e çolla klinikët më të mirë. Po ndoshta më mungoi kjo pjesa humane. Në Paris mamaja ime ishte një paciente si të gjitha, ndërsa ju atë që bëni, ju i qëndroni afër. Në radhë të parë pacienti ka nevojë të di që nuk është vetëm për ta përballur. Dhe vërtet ti e ke filluar nga motra. Dhe kjo është shumë e bukur, se motra u bë leitmotivi për të bërë një kaos. Dhe kauza jote është tani për të gjithë, ti ndihmon të gjithë. Dhe shumë i lumtur që Roberta Korçarja jon është një misionare sot, jo vetëm në Amerikë, por misionare që po duhet edhe për shqiptarët, për Korçarët, për me ndërsim dhe mirënjohje, zonjës Fatimi Kokeli, në shenjë mirënjohje dhe vlerësimit të thënë. Edhe kjo është Reparti i onkologjisë aktualisht është tërësisht i rinovuar, fal donacionit të shoqatës Albania Fighting Cancer USA, e cila e ka qendrën e vet në Amerikë, por që mendon për ne shqiptarët. Ata sollën 10 poltrona të standardeve europiane, shumë cilësore, të cilat e plotësuan totalisht pavionin ton me pjesën e shtretërve që ne në fakt përdorim poltrona. Përveç pjesës së poltronave kanë sjellë dhe ndihmat të tjera që janë pompat për infuzionin e kimioterapisë për pacientët të cilët e marrin për orë të zgjatura, 24 ose 48 orë kimioterapi. Këto për mendimin tim ishin dhe shumë më të rëndësishme se poltronat, sepse nëse poltronat ne pacientin e shtrim në shtrat, nuk na prish puna. Ma pompat janë shumë të domosdoshme, sepse pacienti merr pompën dhe shkon në shtëpi dhe kthehet për 48 orë vetëm me heq. Dhe ne si të thuash, i kursejmë spitalit një qëndrim, po i kursejmë dhe pacientit një harxhim 48 orë të ri kot në spital, sepse pompa bën punën e vet kudo që të jetë.